Në kuadër të 35 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit në Shqipëri, në Xhamin e Rusit u zhvillua një mbrëmje përkujtimore e kushtuar imamit të nderuar Hoxh Fejzi Zaganjori, figurë me kontribut të madh fetar e kombëtar. Gjatë ligjërimit, Imam Muhamet Sytari, muftiu i Shkodrës, foli për vlera që e karakterizonin Hoxh Fejzi Zaganjorin, duke theksuar për kushtimin e tij në shërbim të fesë dhe komunitetit. Ai shtoi se ka ardhur momenti që Xhamia e Rusit, një nga më të vjetrat e qytetit, të marrë një pamje më dinjitoze. Sa ishte në mesin tonë, nuk ka pas program edhe nuk ka pas aktivitet dhe veprimtari të Muftinisë Shkodër, që nuk ka pas edhe prekjen mjeshtërore të Haxhi Fejzi Zaganjorit. Ne e kemi përbosh që lagjes më të vjetër muslimane në Shkodër, a një prej lagjeve më të vjetra muslimane të Shkodrës, Rusit, me inërtu një xhami dinjitoze për historikun e kësaj lagje dhe personazheve të saj. E kemi përborë që në bashkëpunime të gjitha autoritetet e kam ullë shumë më tepër që mos e met peng dhe mos me umyt në një lukë të vogël ujë në të cilën çuditërisht mbytemi të gjithë së bashku institucionet e këtij vendit, përfshi edhe Muftinin time. Bashkëshortja e klerigut të ndjer Valdet Gruda kujton me emocion një moment të veçantë nga viti i vështirë 1997. Ka qenë njeri shumë i përkushtuar ndaj besimit, qysh me hapjen e xhamisë Plumit, mas ne ka vazhdu me Komitetin Musliman Tiranë dhe këtu mas ne ka dhënë kontributin më të madh, sidomos në hapjen e kësaj xhamie. Ai ka qenë jashmaset 24 i përkushtuar vetëm për Islamin, për përhapjen e Islamit, për të mirën e Shkodrës, dhe ai ka treguar në vitin 97, që ka qenë një vit tepër i zorshëm, kur 5 javë rresht Fejzi Zaganjori nuk ka fjetë në shtëpi, por ka fjetë në xhami. Aktivitetet e Muftinisë Shkodër në kuadër të 35 vjetorit të ringjalljes së besimit fetar në vend do të vijojnë edhe në ditët e ardhshme me veprimtari përkujtimore.